E kena një temë që do të mundohem me sqaru diçka prej saj. Jo jena me vonesë pak, kjo tema u dash me kon për 8 mars, se ka të bëjmë me atë botën e femnës, po me qenë se ky ders ose ky shpjegim ose ky tregim që do të mundohem me shtjellu sonte, nuk ka të bëjë veç me gjininë femnore, ka të bëjë me popull, edhe ka të bëjë me nevojën e popujve për me pas lidership të mirë, për me pas udhëhec të mirë. E në këtë kuadër, Kurani ka ofru shembuj të atyre popujve që ka ditë kanëherë me udhëheqë edhe gruaja, po ka qenë grua mëshme, inteligjente, diplomate, shumë e kthjellët edhe ka arrit me të vërtet me sukses të madh, mas pari me pështu një shoqni, me shmang një luftë të përgjakshme, edhe në fund me konvertu një popull prej mosbesimit në besim, ose prej besimit kot në një besim drejt. Këto ka bu një grua mëshme, e Zoja e cila është temë e Kur'anit. Na me lejen e Zotit do të mundohem sonte këtu me shpjegu dhe me jetu në hijen e këtij tregimi, edhe mendoj se është shumë e nevojshme, se di në herë nështë se kemi shtjellu këtë temë, shumë e nevojshme me shtjellu temat e tilla, në cilat flitet për njerëzit të cilët kanë inteligjencë, kanë aftësi edhe kanë profesionalizëm me i pri masave, me i pri popullit dhe me i pri institucioneve. Na e kem pas dhe një temë këtu për leadershipin, sot do të flasim për Belkizën, një figurë, një personazh i Kuranit, i cili përmenet si një grua suksesshme në udhëheqje. Edhe vetë titullin e kena bërë, domthonë Belkiza, udhëheqja udhëheqja feministe shembullore, domethënë shumë e suksesshme. Me lejen e Zotit do të jetojmë në këtë aspekt, po para se me ardh deri te kjo temë, po du me lexu një thonje të Imam Gazalit. Unë para disa ditë e kam përkthy këtë thonje, ka qenë edhe në Facebook, po kam qef me hap dersin sepse nuk është ideja e kësaj natë me fol se gratë po dash kam i bë lidere edhe se gjithçysh me i qit në kryet institucione. Ideja e kësaj naje është që populli jon ka nevojë me investu në edukimin e gruas. Edhe populli jon ka nevojë me kuptu që një shoqni nuk ec përpara ty denigruar, ty mos e respektu mjaftueshëm gruan. Do të tonë me kuptu një gjatë tillë, sidomos na fetartë, sepse na po dina kanë herë atë denigrimin, diskriminimin që pja bojna na si popull, si kulturë shqiptare, me ngjyrosë edhe me fe kanë herë fatkeqësisht. Edhe këto diskriminime që na e bojna gruas kanë herë, me bon fort me na rrog dikush kështu me zor, me një herë na këtu i mbështesim në fe. Funit, unë nuk jam ndaj farë mbrojtësi i femnës, kështu nuk kemi njoftur për atë fushë, mu më intereson njerëzit me kuptu drejt fejnë temë. A i zgjedhin lidert gra, a i qesin gra të prostitucione, s'është halli jam, nuk është dert jam, nuk është profesion jam. Mu më intereson populli jam me kuptu drejt fejnë. Imam Gazali ka thonë një edukate drejt dhe e pjekur, është themeli parë i çdo rilindje. Shtëpia shkolla e parë e kësaj edukate. Që të edukat pjekur, që të edukat të drejt, fillon mas pari në shtëpia. Shtëpia është shkolla e parë e kësaj edukate. Mirë po, kur gruaja është zero në mendje dhe në zemër, atëherë nuk do të ketë as kulturë shkollë, as adhurim në xhami. Pse? Se që kjo edukata po dashka më marrë shtëpi. Në qëtë shtëpi po dashka gruaja mas pari me pas mendje dhe me pas zemër. Mirë po kur gruaja është zero në mendjen, ose në mendje dhe në zemrën e saj, atëherë nuk do të ketë as kulturë shkollë, as adhurim xhami. E si të realizohet një edukatë e tillë në një shoqëri ku gruaja është objekt i cili din t'i ofroj o ushqim o argëtim, ose është objekt i shfrenimit, ose është objekt që duhet me ambise me vëbuken. Qysh mundet me ecë një shoqëni përpara, kur gruaja në qatë shoqëni ka dy funksione. Me pregadit buken, edhe dytën është me ofru burrit shfrenime ti seksual. Nëse gruaja mbrin qët nivel,
do të thonë është mjerim një popull. Na tash çfarë po dojna me këtë ders sontit? Na po dojna me fol për një grup e cila nuk ka këtë nivel të përgatitjes ushqimit edhe të ofrimit ose objekti shfrenimit, po na po folëm për një grup e cila ka nivel diplomatik, e cila pe udhëheq një popull, edhe kjo grup ka rastis ose ka qenë kaderi Zotit me jetu në kohën e një sundimtarit madh, profet Hazreti Sulejmanit, edhe shkembimi i saj ose niveli i saj i diskutimit, niveli ai bilateral që po thonë këta i muhabetit, me qenë nivel shtetësh, nivel mbretësh. Edhe ajo me qenë në gjendje me debatu ose me pas marrëveshje ose me pas dialog me një njeri të nivelit botnor. Edhe me ditë me menaxhu situatën në formën më të mirë. Unë besoj edhe populli jon ka nana dhe bija me çit nivel, kjo tërsana që shoqënia jon i ka ngulfat, i ka shtyp, edhe i ka lënë çit nivel, shpesh herë edhe na tu mbështet në fe. Gruaja do të më ndajt veç shtëpi, gruaja këtu, shpjegime të cilat me të vërtet janë shumë ekstremisht dëmshme dhe për shohum në botën, për shohum kur një superfuqi ekonomike në Evropë sot ta udhëheq një grua. Na mundu me thonë se është muslimane, edhe kjo është temë diskutimi, mirë po në nivelin e saj diplomatik ajo është lidere, edhe është zonjë e cila udhëheq një fuqi ekonomike në Evropë. Për çata që to situata kur ti shesh në përbot, jo për më pas zli, po pse mos me pas edhe na që si zonjash, pse mos me pas edhe na që si grash, për derisa libri jon i shejt, që na i besojnë atij libri, e ka rezervu një faqe gjys në librin e shejt muslimanëve ekziston për një mbretënesh, për një zoj, e cila ka udhëheq një vend, edhe thash më e ka pshu shoqnin, ju ka shmong një lufte dhe ka konvertu një popull prej besimit gabun në besim të drejtë. Kjo do të jetë ai muhabeti që me lejen e Zotit do të mundohem me shtjellu. Që një para disa ditë e poh një karikatur, tash populli jon është që kjo karikatura është gjendja e popullit ton. Na jena në çet gjendje po më ne. Ai karikatura ke një fotografi e madhe krejt ushta, krejt kuaj të luftës, do të thonë me krejt përgatitjen luftarake, me ushtar të mbushën, edhe komplet ke fotografia me kuaj, do të thonë tradhitun në sofa, veç përpara ke këtë kuaj të zi, në fillim të aty në ushtrisë ke një kali i bardh, me atë mjetën, me ato, do të thonë përgatitjet e luftës, veç nuk kish kaljars, nuk ish, edhe po shkrujke, edhe që kali pa i bartë e kish pas komandantin, generali ushtrisë dekun. Te kish pas edhe shkry generalin e vetë edhe i shkry puna. Normal, i na ardhë një situatë kur ton peshohëm që kali bardhë me jetë pa kaljars. Edhe po kem qef na që, do më thonë, krejt me konë të rëzive që më ardhaj, na kjo karikatura realisht nuk ka reale, ose më bo fer nuk ka reale, pse? Se kjo kalur që nuk vjen krejt që ashtu bash let, po du të me punu një popull, du të me kalu do generata, du të një vetëdisim, du të mundru mënyrat mendumit për më ardhaj kalur që aty. Aj nuk vjen, adin që shveç bina me flajte, ku të shohëm një të sabaj, shohëm ato, u hyp ngali. Jo të dashur, kështë nuk vjen. Për shta kjo karikatura, sa do që është shpreslanse, është vullneti, kem qef që ashtu me pasen, por realisht, na du të me ditë që ky kalorësi, ky lideri, ky shpetimtari i popullit tonë, i shoqënisë tonë, nuk ka marrë bashkë ashtu. Se na po thojna ka njëherë me pas mujt me shku, mi ra fshis që ty në qysh jenë rap, edhe mi bru të tjerë. Une po bëj një pyetje ku me i gjetet atjerët. Ata a jenë tu pregadit dikon a ju, a ka fillu dikush me punu me ta a ju, a jenë ata të ardhë rrugës a ju. Ideja është po i fshin ata, po i qesëm, po i gjujna ndeti po i gjujna. Ideja ku jenë tjerët, edhe a jenë pregadit për me ardhë. Për që ata mendoj se du të me punu në dy nivellet. Kretë historia e ngjarjes tonë, Belkiza në popullin Sebe në Yemen. Historia e kësaj gruje, e kësaj zoje, fillon me një tregim të asoj pupzës, ati hudhudit, ati shpendit vogël, që ka qenë në kuadër të
ati diversitetit të ushtrisë së Sulejmanit. Hazreti Sulejmani ka pas ushtri ose ushtarak ndryshëm, për i tana gjallësave, mesin e tyre edhe shpesh ndryshme, gjallësa ose krijesa ndryshme, edhe që kjo pupza e ka pasat hapësirën e vet, ku e ka kry veprimtarinë e vet, roli i saj ka qenë, me vëzhgu hapësirën edhe mos ka ndaj popull ende dikun që është i devijuar ose nuk ju ka nështruar pushtetit të Hazreti Sulejmanit. Që ky Hudhudi ka dalë mushtetit normal, supozohet që Hudhudi ka jetuar në Palestinë. Edhe ty shtektu, ty fluturu në hapësirë, e ka pa popullin e Sebes. Edhe u ofru afër, e ka vëzhgu mirë muhabetin, e ka lyp ku shë lideri, e ka lyp ku populli, e ka lexu fuqin ekonomike dhe ushtarake, edhe e ka ulëmtu besimin e tyne. I ka marrë çdo informata, edhe normal u vonu me arka, me u radhit në gardë para Hazreti Sulejmanit, edhe kur vjen me vonesë, normal mungesa në radhitje do të me dhon llogari edhe futet me dhon llogari para Sulejmanit për vonesën, po normal me veti ka informata treja. Çato informata, tash që të fillon historia, kur Hudhudi, pupza, fillon me i deftu Hazreti Sulejmanit informata të reja që i ka pru për Jemenit. Shumë e befasume për dy arsye. Arsyeja parë, qysh na ka ik Palestina dhe Jemeni jo shumë larg, qysh na pas ka ik neve, qysh se pas kim dit na që hala ekziston një popull që po i bika dirët në sezde, pagan domethënë, s'ko kanë musliman. Edhe e dyta, qysh pas ka mundësi qëta pagante, qëta njerëz besimit kot me pas gjithat fuqi. Se Hudhudi u mësu me pas Sulejmanin dhe ushtrinë e Sulejmanit, edhe ju ka kriju bindja që kjo fuqi shkon me muslimanin, do të me pas muslimani këtë fuqi, ose ai që dërzohet Zotit. Edhe tash njëjtën po nivel bukur të nalt të fuqisë ose në nivel të bukur të madh të fuqisë ushtarake e ka pa dhe një men edhe tash u befasue. Jo se s'ka pa aja në ushtri të tilla, aja ka pa të Sulejmani ushtri marramense. Po aja po habitet, domethënë edhe këta që ka të forta, adin që i zdosh na çdo musliman sot më çudit, adin. Qysh more, adin ta jo musliman me shku kaq larg ku i na adin. Qështu na sa herë dilin e për Evropë, e në për botë, të sheni fuqi, të sheni fuqi ushtarake ekonomike, do të gjithë me bëjë pyetje. Qysh more këta pa besimtar kaq të fortë? Jo ai e përgjigje, adin ai e përgjigje adoleshente që është. Si u vim këty nëse janë pa besimtar ta. Kështu e ngushëllojmë veten na. Jo na do të më çudit. Qysh mos më çudit njerëz që nuk i besojnë hiç Zotit, çka është fort. E njerëz që i besojnë Zotit, njerëz që i besojnë Zotit çtan për tokë. Kjo më çudit, gjithë do të më habit me këta. Edhe Hudhudi u habit, çysh ka mundsi? Një popull i bën diellën sezë, çka është fort. Ma vonë merr vesh pse janë të fort. Ma vonë merr vesh si fuqia në këtë botë ka ligjet veta. E kush i respekton ligjet botë i fort? Musliman jo musliman. Sa ja ka pasit të përshtypje. Tash e ka marrë vesh që fuqia, forca, ushtria ka ligje. Kush respekton ato ligje bëhet i fortë. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim. Unë e kam marrë mushafin me vete, ajeti 23 surja Naml. Surja Naml, ajo surja Bubrecit fol për historinë e Sulejmanit. Kam parë një grua që sundonte një popull. Ajo zotronte çdo gjë dhe kishte një fron madhështor. E habitne domethënë. Çka ka pa u habit. Çtu informata i ofroi Hazreti Sulejmanit në jetën 23. Që sa interesant. Informatën e parë ngomni mirë lazni. Informatën e parë pjap informatën politike. A vdeni të shkon në Gjermani, që tash, kur të dhe është vetin qape atje, mas pari ka lëzëm politikisht që shenë. So shumë e rëndësi politika. Të nga vjen të shqiptarët të avdin, edhe adin rënja një avdit, kur dojsh me jetë anej, politikisht që shenë. Unë e pja vledzoj edhe njëherë. Kam par një gruaj sundon të popullin, të më thonë, është sundim, është politik. Aja zotron të gjdo gjë. Mos me thonë zotron të, këto në jetë është, o u tjetë min kulli shej, i kishë dhonë Zotit gjithë shka. Jo veç i sundonte, po krejt pasunin e dyja se kishë dhonë Zotit.
Walaha arshun adhim, edhe kish një front të madh. Front madh vani ku ka fijet, ku ka najt, të mona ajo pozita e mbretneshës. Mone men, informata e parë për popullin e Sebes është informatë politike, pe tregon statusin politik, pe tregon mënyrën e gjykimit. Apo kuptoni, çëshmon, a ai shtet presidencial, a ai parlamentar, a ai mbretnor, a ai domthon gjendjen statusin politik që ati vani. Në ajetin 24 kam parë se ajo dhe populli i saj e adhuronin ndjellin përveç Allahut. Djallo ka paraqit të bukur sjelljen e tyre, duke i larguar nga rruga e drejtë, prandaj nuk ishin të udhëzuar. Çfarë po kuptonin dytën? Dytën po tregon gjendjen e besimit. Kjo, a dini pse po du mundon çto dy ajete? Kjo për më nai çel syt neve muslimanëve, që jeta në këtë botë nuk është veç ideologjike, është edhe politike jeta në këtë botë. Edhe, a pe vreni që na, dyqysh, musliman, gjithë veç ideologji, po a pe vreni që na më t'i ke marrë në thu politikisht, edhe a pse kuj na ardhë ku ardhë gjendja muslimanëve. Pse? Sepse statusi politik, mënyra qeverisjes, kush e qeveris venin, është jetike për një popull. Edhe Hudhudi u ardhë, kjo fjalë e Allahut janë këtu. U armi ka dhu Sulejmonit çka ka pa në Yemen. Edhe po i kallzon, mas pari ishin çështu politikisht, besimi tyne ishte ky. Ata nuk i perulen në sejdë Allahut, i cili nxjerr gjithçka që është e fshehur në qiellin e tokë. Dhe di çfarëdo që fshehni dhe çfarëdo që tregoni haptazi apo fshehurazi. Po vazhdon me shpjegu aspektin ideologjik. Hala po tregon pse ata kanë gabuar që i kanë rënë diellin sejdë dhe si kanë rënë Zotit, i cili me vurnën e tij është dalë gjithçka në këtë botë. Hazreti Sulejmani i merr informatat krejt, normal. E merr tash një letër, thuhet se Hazreti Sulejmani nuk i beson me fillim. Në jetën 27 thot Sulejmani tha, do të shohim sa thuat vërtetën apo gënjen. Normal, informatën e merr me gjaftësi dhe e merr relative. Qa me bo? Me marrë qëtë letër, ja shkruar mesazhin, edhe kime marrë me quatje, edhe me alshun prahen Belkizës, asoj mbretneshës. Hudhudi e merr mesazhin, edhe fluturon prej Palestinës në Yemen, edhe shkon e lëshon letrën në prahnin e Belkizës midis fronit. Idhhab bi kitabi hadha fa'alqih ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un. Në ajetin 28 thot, shko me këtë letrën time, çoja atyre, pastaj largohu pak nga ta dhe shiko se cila do të jetë përgjigjja e tyre. Kjo puna e letrës tash është edhe një farë testi për pupzën, a është informata e sakta veç kalu. Edhe e ka marrë pupza letrën e Sulejmanit, edhe ja ka qu Belkizës, edhe Belkiza qyshu kom të najt me krejt parin e vet, veç kur i ka arë pinati letra dhe i ka ranë prehen. E ka marrë e ka qel letrën, kur e ka qel letrën, u befasu edhe u shtangë. Pse? E para u shtangë se letra i ka arë në mënyrë jo normale, se letrat vinë me postjerë, vinë me dërgum, u ardhë, s'po dijet, kush o postjeri. Edhe dyta, kur e ka qel letrën, e ka po vullen e një mreti aty. është letër serioze, nuk është letër e thasëve të shiqerit. është letër me vull. Edhe ajo vullë aty është një vullën i mreti. Me gjas, Belkiza ka një për Sulejmanin, edhe ka ditë kush o Sulejmani. E ka ditë fuqinë e tij, po ka mundësi edhe nuk e ka njoft në total, që ma vonë jep shaj që se ka njoft bëll Hazret Sulejmanin. Kur e merr e hap letrën, jetë e befasume, jetë e abritë për çdo dy arsye që i thash. Mbretresha e Sebes tha, o paria ime, mua me ka ardhur në një letër fisnike. Tash këtu shfaqet mençuria e gruas. Tash e tutje, deri që tu, na nuk morën vesh Belkiza është e mëshme aso e mëshme. Apo kuptoni? Se deri që tu na morën vesh që një grup e udhëheq një popull,
Po zdomon që ajo gruaja është shumë e zoja dhe shumë inteligjente dhe shumë e mëshme. Pe udhëheq një popull, shumë popull këtë dyja udhëheqin pe grave. Po sa janë ato të zoja është një 20 pikë pyetje mrapa. Mirë, po tash tutje e vrejna që Belkiza shumë inteligjente, sidomos nivelin diplomatik. Edhe mos harroni. Te Belkiza shfaqen disa cilësi të liderës. E para ka strategji dhe synime, ka fuqi ndikuese, lideri që s'mund ndikon ose është lider. E treta i njeh mirë njerëzit për rreth, edhe ka barazpesh, ka balans mes mendjes, shpirtit, trupit edhe emocioneve. Edhe njëherë pjo përsëris, nuk ka lider në këtë botë. I fuqishëm, lideri i fuqishëm. Nëse s'ka strategji edhe synime, s'ka fuqi ndikuese te masat, nuk mund i orienton masat ka donaj. E treta, nuk i njeh njerëz për rreth që me i qit në pozita duhur dhe mjonon detyra mbas të njerive që ata i posedojnë. E katërta, edhe kryesorja, mon balans mes mendjes, shpirtit, trupit dhe emocioneve. Din me i balansu, nuk ka veç shpirtnore, as nuk ka veç logjike, as nuk ka veç emocionale, as nuk ka veç fizike me shku 24 orë si këta tonë, veç fitness ring ta. E ke bosh shemojnë vinë, se s'kan tjetër, s'kan e farmabiti tjetër këta, sabah akşam fitness. Jo, do mon balans mes ty në dy gjëra. Që kjo e katërta është jetike për një lider. Qëto sifate keni mi pa te Belkiza ta shetutje. Mas pari lindi pyetje, e ka qenë letrën, i ka mlidh më një herë parin, edhe ka thonë mbretresha e Sebes tha, o paria ime, mua më ka një letër fisnike. Por në interesant tash ku e diti ke që fisnike ke letra. Tash imagjinani çfarë do të thonë lideri. Lideri është një njeri që veç një sy alshën letrës, e din çfarë letra është. Jo do të më anis aty sat, më lexue presje, që tu presje, më tharë presjen. Jo, gjeni e mëshme, inteligjente, veç ka shu syt në erë. Ka thonë që ke letra fisnike. Pse letra fisnike? Ajo është nga Sulejmani dhe shkruan. Të gjene, është interesant me lexu kështu si adin me mujt me imagjinu atë pamjen. Kjo letër fisnike. Pse? Është letër fisnike, letër e ndershme dhe më thonë. Ajo është nga Sulejmani dhe shkruan me emrin Allahut wa innehu bismillahirrahmanirrahim. Kjo nuk o natyra e mbretve. Pse nuk o natyra e mbretve? Se mbret në këtë botë çat bojnë me emrin e tyne. Mbret çat bojnë me në interesin e tyne. Për herë të parë vjen një mbret i cili nuk punon me emrin vet, po punon me emrin e Allahut. Wa innehu bismillahirrahmanirrahim. Mos harani, i vetmja sure që ka bismillahin është surja Naml, komplet. Ky bismillahin fillim kaptina, a dini që keni ky nuk është ajeti kaptina, ky veç përdoret me do kaptinat. Ky është temë tjetër. Bismillahin që keni që i don kaptinat, nuk është bismillahi i kaptinës, veç u marr me ndo kaptinat. A në surën Naml është bismillahin mes të surës. Wa innehu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Mosu mashtroni, mosu madhështoni para meje, mosu tregoni më në mëdhej para meje, dhe e jeni të përulur si besimtar. 3 fjalën. Ç'kjo letra? Ç'kjo letra fisnike i ka veç 2 fjali. Pej Sulejmanit me emrin e Allahut gjithë me shishmit me shirplotit, mosu tregoni më në mëdhej, mosu tregoni madhështor para meje, po dorëzohuni edhe e jeni besimtar. Pik. Ja u lexoj letrën. Tash në vazhdim Kurani e paraqet mënyrën e qeverisjes. A dini që është mënyra e qeverisjes? Tash Belkiza e merr letrën, nuk vendos vet, është mbretnesh me logjikën e atëhershme, ajo duhet me vendos, pa ajo nuk ka sistem mbretnor, ajo ka sistem parlamentar. Ajo qeveria i bën propozimet, edhe i çon parlament, edhe parlamenti të bëhet edhe i shqyrton, domethënë propozimet e qeverisë, ose thjesht sovrani e kontrollon qeverinë. Belkiza ka drejt me marrë vendimin vet, nuk e merr vet, e kthen te paria dhe del dhe thot, ajo tha,
o paria ime, me këshilloni se ç'duhet të bëjnë këtë çështje. Unë nuk do të vendos asgjë pa juve. Po më vjen keq me thonë, po që kjo është madhështia e Kuranit, që Kurani na ka tregu para 14 shekujve qysh qeverisën popujt. A besoni që shumica muslimanë se kanë çto? Sot. Sot është 40 president, vetë prejnë, vetë grinë, vetë parlamenti është kukull është. Ai tjetëri është sistem mbretëror, ai tjetëri është sistem fisnor, ai tjetëri është drejtë që se din që janë. Para 14 shekujve, Kurani e ka pru një histori që është hala para ti, është kohën Hazreti Sulejmanit, edhe po tregon qysh qeverisën në mënyrë demokratike popujt, edhe po thot, unë nuk vendosi pa marr mendimin e juve. Kush jeni ju në parlamenti? Shko është qyrton parlament? A është marrëveshja? A është me saktë apo ju? Çka me bona tash? Sulejmani na ka thonë bismillah, do të mu dorëzu, mos u tregoni, apo luftojmë as po luftojmë? Ata thanë, normali ja vlezoj mesazhin, edhe tash është një bzoj e cila po don më kjo është institucioni konsultës. Që kjo puna e konsultës në Islam quhet shura. Shura është institucioni më i fuqishëm mbi cilin punohet këtë jetë. Konsultimi. Ligji i konsultës. Institucioni konsultës. Hazreti Muhamedi alayhis salam, duke qenë profet, tën jetën e ka zbatuar. Për që ta, në vendimet jetike i kam ledhë shok, qysh po thoni jo. Për që ta, unë e di është kërë nivel shtetësh, po na dhe nivel privat do të me përdor. Mos merr një vendime pa konsult. Konsultu, mos çau. Është principi muslimanit, konsulta principi muslimanit. Qoftë nivel privat, qoftë nivel shtetënor. Ata thanë ne jemi shumë të fortë dhe luftëtarë të guximshëm. Por urdhri të takon ty. Andaj mendo mirë se ç'do të urdhësh. Ata ushtarakët, generalët, ministrat, zëvendësministrat aty, ata jo fortmëshëm. Jo fortmëshëm ata. Pse? Ata po I dhon shaj për luftë. Ata shpejtojnë me luftu, po thonë na jena të fortë. Na jena të fortë, më mos u dorëzo. Apo jo? Edhe kjo mëshme me nerë për lezëm mesazhin. Na jena të gatshëm me bo luft, mos u dorëzo, po shkojnë në luft. Normal, politikante meqëm, politikël bërësit inteligent, luftën e kanë opcionin e fundit gjithë, ma në men. Edhe e kom thonë disa herë, a dini pse perëndimi ka ecë, se perëndimi po din me bo kompromise. Na musliman, 2 fjalë, në tretën alltin. Shkaj. Se mentaliteti jonë është kalle, veze. Mentaliteti këty në ndrysh është shtyje, negociata, bisedime. Kjo me nëj, nuk sa për informacion, kjo ka qenë logjika e Hazreti Muhamedit, mos e lupni luftën, ka thonë alayhi salatu wassalam. Mos keni qef me luftu. Po nëse veç imponohet, mos ekni më luftoni. Marrëveshjen e Hudejbijës, kush e lexon marrëveshjen e Hudejbijës e vreni që pejgamberi I ka dash negociatat, nuk ka pas shef luftën. Belkizës po I thojnë luftë. Ajo tha, një mend kur mbretërit tash ajo e ka marrë përgjigjen, edhe e ka menu përgjigjen, edhe ndëgjoni tash çysh u përgjigjet, çysh e replikon opcionin që e kanë dhonë. Qysh e replikon. Thot, ajo tha, një mend kur mbretërit pushtojnë ndonjë vend banim, e rrenojnë atë dhe poshtrojnë parin e tij e kështu veprojnë ata. Ani në luftë hinëna, veç qëtë zhvillimin që e kena bo, qëtë infrastruktur, qëtë kultur, qëtë emancipim, qëtë zhvillim që e kena bo. Po hinëm luftë, po hinja I mreti, dine është legjë, hini digon mreti ka me bo raf shkret. Është interesant, po kedhalike e falun. Është interesant, Kurani kjo është, që kjo gjuha e Belkizës, me bo me hi mbretit dikon e shkatrojnë, fund, po kedhalike e falun, Zoti ka thonë, që shtu për një me mojnë mbretit. Ja ka konfirmu lajmin, mbretit po him dikon e rafshojnë kret. Kjo është përgjigje e Belkizës ndaj popullit vetë. Tash,
Tash ju për imagjinoni për kam po folëm, për një zoje e cila po fol me këtë parinë edhe po nivel diplomatik, po bisedon edhe po shqyrtojnë opsionet. Opsioni luftës të ra. Pse? Pse na him luftë, po që të zhvillim, aja hudhudi u habet, çfarë zhvillimi, infrastrukturë, kulturë, zhvillim e kështu me radhë. Tani apo ma leni mund do një opcion tjetër, këni tash politika njëri meqëm që bën. Këtë opcionin e luftës që po me jap një ju, lene njëherë pa pezull, për një moment, se me bo me hin luft, tot në u prishet muhabeti, pe provoj një strategji tjetër. Çfarë strategjie? Pe marrëm një hedije, e pjaqojnë ati zotnis atje, edhe pe këshyrëm qysh pe pranan hedijen. Edhe në bazë të pranimit e dijes kemë marrë vesh, a është mret zullumqar, a mret i meqëm. Tani e këshyrëm, a me luftua, a me bo paqë. Tani do t'u dërgoj atyre një dhurat, do të shë nëse mëse do të kthehen të dërguarit. Qysh do të, me çfarë informatash do të kthehen këta ulemaja kanë marrë tani me diskutu vllazni, normal këto mos më pëlqejnë, e dini ju, kjo dhurata që shukon. E bëmë, vëna dy faqe që shukon dhurata, s'ja vlen më me këtë temë. Dhurata kanë e madhe. Se ato mbretneshat kur shojnë dhurata, kemi një kartolinë. Jo, dhurata e fortë, e madhe, çapo di, pasuni, ari, Allah alem çka ka pas aty, i kanë qitë në ato qerët e atëhershit, edhe me një 20-30 vetë delegum, ja kanë qu Sulejmanin në Palestinë. Edhe i ka thonë këshërni, kur t'heni aty, mas pari me më kalzu me qëfar qere pju pret, me qëfar qere pju për cjellë, edhe me më kalzu a pe pranën hedijen ajo, që e pranën hedijen, rëshvetin, s'ka kur zhbeti. Që se pranën hedijen, du të më ardhë dhe me këshyrë me negociu se nëse një mret nuk e pranën hedijen, do më thonë është njëri që ka mesazh. Nuk është njëri i egos, as nuk ka njëri i kësaj bote. Se apshe politikanë, sot për shembull, ja lëshën paren këtu, kërë puna, pse sa i s'ka synim tjetër, të ndera, i qëtë të nderin, që lapë gjep, u shetë Kosovë, pse faktik, pse ndodhë kjo? Pse a i s'ka mesazh, a i s'ka në i farë synimi. Njëri që ka mesazh, ti ja bjen rëshvetin, pa e shtyn, pse, ka cakun, e ka synimin. Ideja e Belkizës është me ble Sulejmani, kështu bibina trup na Allah ka tonache. Me ble o ideja. Qaj aty pasunin, që e meru kry muhabeti. Po i në luft, pse? Do më thonë, s'është problem mo, u shetaj. Se anë rëshvetin, runu për ti. Do të me i negociata dhe mu dërzu. Mere për dhuratën edhe qënja dhuratën. Në jetën 36, kur erdhen të deleguarit, Sulejmani tha, a mos doni të më ndihmoni me pasuri, ajo që më ka dhënë Allahu është më mirë nga ajo që ju më keni dhënë. Por ju gëzoheni me dhuratën tuaj. A me para po doni më mbledh mua? Po ti apo s'e çam ka dhënë Zoti mua. Ju jeni në adresë gabume. Ju nuk po folni me një mret që është zbidi. Me një politikan që si ka $2 gjep, mjeshtë i €1 të qitet 700 herë. Ju po fali me një njëri që ka botën e vetë, edhe nuk shitet aj. është zotni njëri, ja ka dho zotit të në të mirat. E ju, po dëni me një hedije, tash i kësë vëglej hedijet, na ma herë ka zumë që ko hedije madhe, po konë hedije madhe për një me, po në raport me Sulejmani konë hedije vogël, edhe ka thonë, kthej këto, më ne herë kthej më rapa. Kthehuni tek ata. Ne do të sillim ushtri, të cilën ata nuk do të mund t'i përballojnë dhe me siguri do t'i dëbojnë prej sebes të poshtruar dhe të përulur. Me hedije po tani, që ta është ka me fillu ushtrin, i pari të jo, i funit të onë ka. Kthejnë ata delgumit, ja nuk ka muhabet, ky njeri nuk shitet, me pare ky njeri ka mesazh. Deri që to vllazni është muhabeti, domethënë i kësaj zoje që unë fasionona kur të lexoj edhe shumë, domthon kam fuqi me imagjinu çfarë burneshe, çfarë inteligjencë, çfarë mençurie, domthon e pruni muhabetin deri këtu me njoft mirë Sulejmanin alayhis salam. Deri që tu, domthon e mati ky Sulejmani është njëri dyja sa njëri ahiretit. Ky Hazreti Sulejmani është njëri parimor, a njëri servel. Ky njëri e don vanin e vet për një masë don.
Qështu këta të hujt kur vin këtu qështu na bojnë këtë se ta janë të mëshëm. Edhe veç qesin, do të kallëzojnë, a je servela, si je servela. Këta të matin që shdoj. E mati mirë, edhe u kthyn, është janë 2-3 ajete këtu, unë nuk kam ndërmend me lezu, se tash ngjallet një muhabet këtu. Sulejmani don me I tregu kësaj Belkizës që mos gabo me hin luftë. Pse? Se është po bëhet fjalë për njëri që sundon këtë botën. Allah. Pse? Po bëhet për një njëri cili I ka thy ligjet e kësaj bote, punon ka pak edhe me mrekulli. Se Zoti I mon. Ata unë nesën me shku atje, shkun të Belkiza, ja dhanë mesazhin, na ka prit mirë, me qehret mirë, edhe na ka përcjell mirë, veç hedije nuk e ka pranu, edhe ka dhonë ultimatum. O do të më dorëzu, o vnes ushtria. Përgjësia kujna, opcioni I luftës ramu krejt, po normal, kjo zoja e pare venit, kështë e vazgine, se edhe inteligence, del para Paris edhe nëherë I thot Paris, apo mlenit shkojnë e vetë. Po do me negociu me atë njëri, edhe me pa ku është ideja. Edhe niset me I bon negociatat. Aje niset pe Jemenit me ardhë ka Palestina, Hazreti Sulejmani kthehet në atë fronin e vetë, edhe I thot kush mund më pru fronin e saj pe atjet këtu. Që hala pa ardha e këtu, kur të vjen me po fronin e vetë dhe mi kallëzu që është punë mrekullie, është punë jo veç mret I rëndëm, po është punë profeti, është punë pejgamberi. E këtu dhe ndo ajete që kush e ka pru atë fronin është muhabet, po ardhja fronit është mrekulli. Se ka probleme marrë ato komplete me sa kranje, sa. Po është punë mrekullie kjo dhe është fuqi e Zotit. Madhnushëm edhe ardh me emrin e Zotit. Unë po vazhdoj në jetën 42 spelezoj dhe jo ky froni se është dali jashtim dhe na nxjerr debat tani kush e pruni për sa shpejt qilim shylsyt dhe quhet për vani tem tjetër na herë tjetër e diskutojmë. Froni I Belkizës erdhi në Palestinë para se mardha ajo. Edhe Hazreti Sulejmani vendosi ato te pallati vet edhe I tha me marr pak me ndryshu. Pse me ndryshu? Kur të vjen ajo zoja këtu me vet, a penjas penje. Që është inteligjente ka me njoft. Që është inteligjente me ditë qysh me bisedu se të vjen pyetja e parë është, a që ky froni jot as është. Edhe masim nivelin e inteligjencës edhe diplomacisë së saj. Në jetin 42 thot Allahu kur erdhi ajo I than, jam fali. Në 41. Ndryshojeni edhe fronin e saj, do të shohim se a do ta vrej këtë apo jo, që ndryshimin a ka me vrejt as ka me vrejt. Në 42 kur erdhi ajo I than, a është ky froni jot? Ajo u përgjigj. Qa mu përgjigj, qa e mërmenja? Po, me thonë po, përgjigje gabume se nuk është po krejt. A dini se nuk është komplet, e ka ndryshu pak. Me bo më thonë po, I bjen që nuk ka bëll inteligjente. Se ka ndryshu sene pak. Me thonë jo, nuk është inteligjente, sa ja po shihet që është. Tash I Kurani, kjo është prap mençuria e një gruje, edhe ajo aftësia udhëhecse e një gruje, që Zoti I Madhnushëm e ka përmend në Kur'an. Unë e pelezoj këtu arabisht se s'kam qare për qalet, kenne huwe. Sikur ma paskon aj. As po thot po, as ju, as po thot sikur pyetje shumë diplomatike. Pyetje përgjigje shumë inteligjente. Se di që ka për ty, ajo përgjigj duket sikur të ishte aj. Ç'kjo është? Sulejmani tha, para saj na është dhënë dituria dhe para saj jemi në nështruar Allahut. Kjo koka bolle me, na ja kalojnë atë. Se me gjithatë koka shumë inteligjentë, koka shumë e mëshme dhe aty fillun negociatat e Belkizës me Hazreti Sulejmanin edhe normal ma vune shumë që ajo dhe bëhet muslimane e kur bëhet muslimane tani Hazreti Sulejmani don me shashtris kret, me habit kret edhe e ka dhënë veçurin më boni pallat kret pe I Çelçit edhe shkon tani është në atë pallatin që ajo puna e Belkizës e Jemenit e Sebes ajo e zera ma ajo s'bëhet lafa ajo është
në raport me këton që ka pa e këtu të Sulejmani është, nuk ka këtu na i muhabet tjetër veç është një muhabet. U aslamtu ma Sulejmane lillahi rabbil alamin. Unë u bona muslimane me gjithë Sulejmanin, ju dërzova Allahut Zotit e botrave. Këtu shfaqet edhe një point e mençurist. Nuk po thot ju dërzova Sulejmanit. Se me bom ju dërzu Sulejmanit nuk është akidja sahi. Nuk është besimi drejt. Eslem tu i bjen u dërzova ose u bona muslimane. Li Sulejman me paston, Sulejmanit i shprish besimi, nuk i shbo muslimane. Pse? Se Zotë s'ka thonë më ju dërzu, më ju bo musliman Sulejmanit, po më ju bo musliman, e ka zjedh fjallin tjetër. Eslem tu ma Sulejmane lillahi rabbil alamin. Unë edhe Sulejmani ju dërzum Allahut Zotit të botrave. Dhe më thonë, ty mu i mu të nështru në kuptimin politik, po kuptimin e përgjithshëm dhe në kuptimin ideologjik i nështru në vetë Zotit të madhnushëm. Që kjo është muhabeti Belkizës edhe aftësia e një gruje për me udhëheqë. Normale kene edhe pak një muhabet na, e kom lanë me qëllim pjesën e fundit. A bën gruja me udhëheqë institucionet as bën. Tash na dyna me dalë kështu ka hoxhallarët me fol, kështu si hoxhallar me fol tash. Edhe këtu tash i kena atë muhabetin e thellë. Unë nuk ku menu sonte me hi shumë fell që më ju lodh juve, nuk kemi interesuar më ju lodh, jam interesuar unë diçka tjetër me mujt me nxjerr ç't pjesën e fundit. U zhvillu debati i madh i nxehtë me ulemave a bën gruaja me udhëheq institucione të venit, edhe a bën me kone para venit është ideja. Për mos më lodh shumë argumente, rundi i parë i bisedimeve është gruaja ka drejt me udhëheq institucione përveç deri te presidenca ose dhe para venit. Për këtu janë shumica ulemave pa problem. Drejtoresh shkolle, drejtoresh televizioni, diçka, s'ka si të lash. Deri këtu. Problemi lind te shteti, te para venit. Pse lind problemi këtu? Sepse për këto ka një hadith. Po që ky hadith u interpretu për ulemave këtë gjatë, është shkatru një popull të cilit i prin gruja. Që ky hadith i ka bo uleman një këtë gjatë me thonë që gruja zbën me qenë e para venit, ose para muslimanve nëse folëm si ummet. Mirë po, disa ulema, sikur Ibn Hazmi, sikur Muhammed Gazali, që lexova fjalin e tij në fillim, ka një interpretimin e komendumi u shëshnu sonte. Se do mos me idenë Imam Gazalit. Pse? Mund ka fasionu qasja Imam Gazalit. Imam Gazali mas pari thot kështu. Kush e lexon fen ton, ideja e fes ton nuk e qet betejën a moshkull a femën. Ideja e fes ton është a i përgatitur ajo, a është profesional ajo, a është inteligjent ajo, a i moral shumë ajo. Na, musliman, e morën betejën e sisëm a grua bur, e bujna moshkull a femën, problemi gjinish. Feja jonë, betejën e ka, tjetër kun. A dini ku e ka? Betejën e ka me qitë parin e venit, një njëri që profesional, është i thirrën, ka vlera, ka inteligjencë edhe ka moral. Edhe une, nuk pranoj me qitë muhabetin të gjinia, sepse nuk menoj që është e pa drejt edhe hina në hak fes tonë në kështu. Pavarësisht, a kemë parën e venta se kema kush bo, së më rëndësia e, po me interesën feja jonë, pse, dikush pyet pse? A dini pse vllazni? Sepse mu të ofru ka njëherë një burr, edhe mu të ofru një gru. Harama me marë burrin, se asë një sifat burrit, asë njerit se ka. Që si ka asë një sifat njerit. A dini kur ka liftu, a dini ju, Arabt kur kanë liftu me Izrael. A dini? Se dini, keni lezu. Një 6 ditë u konë një luft. A pe dini, as pe dini? Izraeli ka mujtë kejtë Arabt. Për 6 ditë u konë të idej në zemën të Arabisë. A di kush i ka prinë qëtë ku Izraelit? Një gru u konë.
Kretë president arab janë konë bashkuj. Me mushteqe, shtirë. Golda Meir ka qenë në atë kohë e para e Izraelit që i ka mujt krejt lidert arab me mjekra pa mjekra, me mushteqe pa mushteqe. Pyetja shtrohet qysh? A dini qysh? Qysh se na, dhe më thonë, këna pas beteja, me ko moshle, me ko... Ndëmon, na kena deviju qasjen e fesë tonë. Feja jonë nuk e zhvillon betejen. Këtu, feja jonë e zhvillon betejen, a është i thirrun, a profesional, a është i inteligjent, edhe ka moral. Çto është beteja? Çto ne kemi papit? Jo, a dini pse si? Se na s'kena pas problem. A keni nina në Arabi që bune e gru? Na s'kem pas problem me gjini, veç të poshtë. Me mashkull të poshtë. Domthon nuk realisht nuk u beteja këtu, beteja është te profesionalizmi, te njëri i thirrun, njëri inteligjent, njëri diplomat, i cili duhet me i pri vendit, nuk ka probleme i gjinis. Pse nuk ka problemi i gjinis? Sepse bota pe dëshmon që ka gran këtë botë që janë të udhëheq shtetet forta. Ajo zoja e hekurt atje e Anglis, kjo e Gjermanis, ajo e Indis, domethënë gratë të cilat i kanë çu popujt e vet përpara, i kanë bërë superfuqi. Pse e pyetje? Sepse janë konë përgatitur edhe janë diplomatë dhe kanë moral dhe kanë ahlak. E ti tash po dikush thot po hoxh, problemi është hadithin s'na shpjegove hala se këtu shpjegimet tuaja janë të mira, po hadithi është sahih që pejgamberi sallam, po Muhammed Gazali kur e shpjegon hadithin thot hadithi kur është thonë për Hazreti Muhammedit është thonë me një rast shumë specifik. Ai rast specifik është kur te persiant ka qenë para e venit gru, edhe persiant janë mujt për romakëve, edhe pejgamberi ka thonë s'ka me pështu një popull që edhe gruaja. Po nuk u kanë problemi i grus. Problemi u kanë që mënyra që u zgjidha e gruaja nuk u kofer. Se u zgjidh me monarkije, u zgjidh me familjarizme, me një dinastie, i ka dek baba tash do të më kanë kjo. E para ke lidhje me kryska. Ideja u kanë që ky popull e hangër, jo pse është gru, po pse mënyra e zgjidhjes është tepri jashtë çdo konsulte, jashtë çdo parlamenti, jashtë çdo domon përgatitje, profesionalizmi kështu më radh. Për ata dhe ka thonë s'ka me pështu një popull që udhëheq gruaja, po nuk u kon këtë problem gjinia, sa u kon problem, domethënë mënyra e zgjidhjes edhe probleme të tjera që kanë përcjell, aspekti i monarkisë, aspekti i fisëve, aspekti i atëhershëm që ka ekzistuar. Sikur sot, për shembull, që ai duhet me trashëgu babën e vet, nuk i ka dy lidhje moshnin krys, ka lidhje aty ta kanë çashtu me mretni, çashtu me shkuar. Mashkull është ai, po s'ka lidhje me kry, është mashkull, po s'din asnjë gjë s'din. E tash muhabetin që po du me zhvilluar se po du që ti mendimit tam ja dhonë do shtylla pak me forcu tash, se normal këto që thashun e dhe tash është interpretim kjo, mos e merrni të shajt, po është interpretim. Edhe megjithatë interpretimin që unë e ku marr për Muhammed Gazalit e mbështetet realiteti që po jetojmë. Është realiteti që shtojmë mbështet, realiteti që na po jetojmë. Po unë po du pak me mbështetet edhe për historisë pejgamberit alayhis salam. I kum shkput do sekuenca. Hatiqja, gruaja e pejgamberit radhiyallahu anha, as ka qenë zoj? As ka pas në anca të udhëheqjes gjatë jetës saj? As ka udhëheq tregtia ajo? Gruaja e parë që u martu pejgamberit, as ka udhëheq tregti? As u kon zoja e Mekës? Çat vitin që e kanë bojkotu Arab Muhammedin alayhis salam. Çajt vitin që e kanë bojkotuar, vetëm 3 vjet bojkot, as me ble as me që kanë hangur dosh pe. Në këtë bojkot nuk u kon hatiqja. Se u bojkotu veç fisi e Hazreti Muhammedit. Hatiqja u kon jashtë. A dini që hatiqja me kontributin e vet diplomatik ka arrit me thy bllokun. E çka o kjo? Tash se ti më thu, po veç atëre pejgamberi s'u kon pejgamber. Ani që po folim tash, po folim kur u kon pejgamber. Edhe kur po folim hatiqja është muslimane tash. Është muslimane po s'është pjesë e bojkotit, është jashtë bojkotit. Ani pse jashtë bojkotit, aktivitetin e saj si një zoj e ka zhvillu edhe derisa u thy bojkoti. Çka është kjo? Që kjo është udhëheqje. Shkojnë atë rasti tjetër. Në aspektin e dijes e të shkencës e të haditheve, a nuk është Aisha lidere e hadithit?
A nuk i kam mësuar dhe burrat hadithe? Ma shumë se kjo. Ma shumë se kjo. Kur kam pas konflikt Hazreti Aliu me Hazreti Muaviun, në histori islame, më falni, ju kthej në histori. A nuk është Hazreti Aisha që e ka hyp devës edhe u shku atje dhe ka pas një ushtrim as veti, edhe ka qenë një lloj udhëheqje, edhe u mënu mi pajtu këta dy lider? A nuk ka Aisha? Është lexoni në histori. Është këtë në histori islame mësohet, domthonë lufta devës quhet. A dini pse luftë? Se Hazreti Aisha ka qenë deve, poshtë u zhvillu lufta. Ajo ka lidera, ka pas ushtrime veti. Gruaja e pejgamberit alayhis salam. A nuk ka pas për shembull ti apo me ka drejtoresha spitalit gru? Jo, s'bo me kon se ka burra. Çka ka lidhje që ka burra? Pejgamberi në betejën e Hendekut. Saad ibn Muadh u koni plagosur. Ka pas mrapa vis front u kon tenda. Saad ibn Muadh me hadith e sahih ka qenë një sahabie e ka posamin Rufejde e cila ka mjeku. Edhe gratë janë kon liderën këtë drejtim. Edhe është aspekt i një farë lloj udhëheqje ose një farë liderje ndihmës së parë ose një farë udhëheqje e shëndetësisë këtë rast. As ka qenë Museleme, gruaja e pejgamberit që në betejën e Hudejbijës i ka thonë pejgamberit del prej flokët dhe prej kurbanin, se çashtu kanë kur të shohin njerëz kanë më bëu sigurti. A nuk është një lloj mendimi politik ky? A nuk është Hafsa, e bia e Omerit, gruaja e pejgamberit, kur u vrau Omeri, kur i kanë rrah thikna mas sabahit, edhe e kanë çu të shtëpia. Hafsa u shku atje, i ka thonë djalit të Omerit, Abdullah ibn Omerit, çil ma derën ti të Omerit. Ti tham Omerit kanë pelen udhëhec se nuk bën me najt vani pa udhëhec. Po këtu grajën kret, çto çapo i përmendin grajën, janë kost pejgamberit alayhis salam edhe kost muslimanëve. Ma shumë se kjo. Në kohën e Hazreti Omerit ka qenë një gru e ka pas emrin Shifa, e cila ka qenë shefe e tregut. Edhe e ka menaxhu aspektin e sigurisë, ka qenë kështu me atë gjuhën atëshit, komandante e policisë tregut. Krejt e ka menaxhu. Kur po thojna na komandante policisë tregut, që ka qenë një farë lloj policie veç për treg e ka marrë atë e ka mirëmbajt tregun e dollovere që kanë mujzuar, ka përcaktuar çmimin e shumë sene që janë zhvilluar aty. Pyetja shtrohet, çike shifaja që kon komandante, a ka pas burra që i kanë kryer detyrat, se ai ka pas tani është. Domethënë gruaja ka qenë komandante shumë burra, të cilat i kanë kryer detyrat në terren. Kjo është në histori islame. Kur ti të bëjsh krejt çdo fakte, për në me anan ka ai fakti që nuk ka betej gjinish, po betej profesionalizmi. Po a bëni pyetje, a s'ka pas Omerin ai burr me qit aty? U kon shumë i bindur që kjo shifaja është shumë e thirrën për këtë punë. Edhe kur njët nuk korruptohet. Edhe është shumë e drejtë, edhe shumë besnike. Hazreti Omeri ka posë kumbon atë muhabet. Kur ti gullosh këtë çdo fakte, edhe një herë po tham, nuk do të më zhvillu më merkeç, jo tash normal kur tinin ato librat arabçe. Vëllume ka për këtë muhabet, a grua burr, a realisht u harru beteja reale që i shdash më zhvillu, a është e thirrne, a është i thirrur për këtë asht. A është profesionale asht, a ka moral, a s'ka moral, këtu i shdash më zhvillu beteja.